Unë jam Koço Biku. Kam lindur në fshatin Grapsh të Devollit. Jam përgatitur për pilot në shkollën tonë të aviacionit dhe pjesërisht në Rusi. Të rjetën jam kushtuar mbrojtjes të hapësirës ajrore të Republikës Shqipërisë. I nderuar zoti Biku, mirë se vini në emisionin Autor. Faleminderit. Jeni nga pjesë e trashëgimisë shqiptare të ushtrisë, e cila sot përmendet me shumë respekt. Për publikun, si u vjen sot kur ju thonë shqiponjat e dikushme që mbrojtet ajrin shqiptar? E keni këtë ndjesi krenarie? Nga puna dhe përkushtrimi jonë, arritu në këtë vlerësim të popullit tonë. E gjithkohë kemi qenë në shërbim të popullit, në roje të hapësirës ajrore të Republikës Shqipërisë. Si ishte betimi kur hypnit për herë të parë në mjetin luftarak? Betimi ishte gjithmonë dhe ne ishëm të gatshëm thjesht për të mbrojtur popullin, për të mbrojtur hapësirën ajrore. Pavarësisht se çfarë detyre ishte, thjesht ose vështirë ose si ishte në përdorim luftarak, gjithmonë ishte të përgatitur për të mbrojtur hapësirën ajrore, çatinë e Shqipërisë. Ishte shqetësuese që edhe mund mos ktheheshi gjallë? Fluturimi në fakt është i vështirë. Gjithmonë jetë të papriturat, do ndeshet gjithmonë me ato. Ato kalojnë vetëm thjesht me përgatitjen që bëmin para fluturimit. Ku konsistonin këto shqetësimet edhe të papriturat? Të papriturat ishin jo vetëm nga ana teknikës të avionit, po ishin nga të atmosferës. Nuk është që gjithmonë e një llojt, ndryshon shumë shpesh. Aq më tepër, po kur fluturojnë në lartësi të vogla, për këto loginat ose ashtu, atje duhet i kishte para përgatitur veten që mund të ndodhen gjëra turbulencat e gjëra këto që ne i studiomi përpara ashtu, që i kalonje me. Si reflektoheshin turbulencat në kabinën tuaj? Nëse kemi bërë një fluturim avion transporti që tundet avioni, e njëjtë edhe avionat luftarak ndihet. Po ndryshe ndjen shoferi, maqinë kur lëviz kthes që bën ashtu. Manovron. Pasagjeri ndjen shumë më tepër, ndërsa drejtuesi shoferi ndjen më pak. Qartë. Ama ne kuptojmë dhe e ndjejmë më pak për arsye se kundërveprojmë kundër asaj fenomenit. Qartë. Si ndjeni sot që Shqipëria ka flotën ajrore kaq të kufizuar? Ose të themi nuk ka fare flotë ajrore? Është me drejt të thuash që flotë luftarake aviacioni shqiptar nuk ka tani. Edhe për këtë jemi të dizilionuar, të mërzitur dhe gjë tjetër. Neve specialiste nuk na morën një mendim se si mund të kaloshe tranzicioni nga ajo flotë luftarake të madhe që kishim neve, të kaloshe në një javash në ashtu. Po erdhën me një vendim qeveria dhe opa e hoqën të gjithë. Më ka bërë përshtypje diçka, zoti Biku, që në kohën e luftës së Ish Jugosllavisë, flota Ish Jugoslave pretendonte që kishte MiG-29 dhe i etiketonin arkivolët fluturues. Pse i quajnë MiG-et arkivolë fluturues? Në fakt ne tërë avionët i kishim lindor, MiG-et, kryesisht MiG kishim. MiG nga MiG-15, MiG-17, 19, 21. Dhe këto ishin mas këtyre pastaj vini MiG-23, MiG-25 e një tjetër. Kuptohet se teknika sa vjen edhe përmirësohet, po s'mund të thuash që këto nuk ishin aparaturë të mjaftueshme të sigurta për fluturim. Se tash unë bëra 30 vjet që fluturova me këto MiG-et. Jo se them që kanë qenë ideal, se asgjë s'ka ideale njëra tjetër. Përpara për shumë katapultat që ne kemi rast nevojë që mund ta përdormin, kishte disa kondita për të udhër me katapult. Sot për shembull katapultat janë përmirësuar dhe mund të idhesh nga katapulta që në tokë. Që në video është bërë më tepër se raketë se sa është katapulte zakonshme. Në njohuritë dhe kulturën tuaj, do më thoni pak si arriti Shqipëria me një buxhet shumë të varfër të blinte atë lloj armatimi aq të përparuar për kohën, përveç ndihmave që na dha Traktati i Varshavës dhe Kina pastaj. Në fakt, Shqipëria u furnizua në kuadrin e Traktatit të Varshavës në avionët e parë.
Pastaj qeveria siç duket shfryzoi atë në lidhjen me Kinën që u furnizuam pastaj nga Kina. Edhe në fakt e ecuria aviacionit, se shumë i kushtoshëm, kuptohet, aq më tepër dhe këto tipe janë shumë të kushtoshëm. Furnizimi nga Kina na vazhdoi shumë e ecurin. Pastaj shteti jonë mori edhe mbasta, u ngritëm edhe disa uzina riparimit kapital të avionave. Pjesët i merrnim apo i prodhonim? Shumica i blimin. Një pjesë kanë filluar dhe t'i prodhomi, po kuptohet që s'mu ta bësh me njerë prodhimin. Mund të them që janë bërë mbi 10.000 eksperimentime për të gjetur gombinën e përshtatshme për të vendosur në avion. Ne dimi që avioni është nga dishmëri, kishim një bindje të plot që avioni është i sigurt. Nuk kishin, që të kishin një farë dobëlese ose do një mendim të gabuar dhe me që kjo avion nuk është i sigurt. Më intereson shumë që të di për jush, ju keni fluturuar nga MiG-ët 17 deri ke MiG seria 21. Kur realisht u përgatitet? Në Shqipëri kryesisht apo jashtë vendit? Unë në fakt e kam filluar shkollën e aviacionit në Shqipëri. Ishte një shkollë eksperimentale. 2 gjarë janë ndodhur. Kishte diplom si shkollë apo? Në kuadrin e regjimentit u krijua një aneks shkolla e përgatitjes pilotave të rinj. U bë kursi i parë në avionin fillestar mësimor. Filloi kursi i dytë, që fillova unë kursin e dytë për avion fillestar mësimor. Këto kursi i dytë që ishte që kishte marrua atë, fillua në avionet e reaktiv, në MiG-15. Fajte një kursanti, një tjetër thyrje disiplinës ajrore, ai u vra. Një shok tjetër u hodh me katapult, biles e shkrimtare i Petraj Qavzezi. Në këtë rast vendosën që të mbyllet shkolla. Edhe kaluam në Rusi për përgatitjen për pilot. Ku, në çfarë qyteti e bët përgatitjen? Unë kam vajtur në Batajsk, që ishte shkolla se rusët tërë të uajt i mlotën Krasnodar, dhe kishte aerodromet veçanta dhe avionin fillestar e kishte në Batajsk, në qytetin Batajsk, afër Rostovit Midon. Ne sa po thua ishim në mburim të programive, ishte viti 60, prishja marrëdhënieve, të gjithë erdhën në Shqipëri. Një pjesë e shokëve tanë ikën në Kinë. Nësa neve të ngelim në shkollën e aviacionit që u hapë në Vlorë. Edhe filluam përgatitet në... Instruktorët ishin shqiptar apo? Komplet shqiptar. Si në avionet e belike dhe avionet me reaktiv, u përzgjodhën pilotë me eksperiencë të reparte dhe u caktuan me gjashu. Me që ishte fillestare kjo njërën tjetër. Edhe kështu që në 63 unë diplomova pilot në avionin MiG-15. Sa vjeç ishit atëherë? S'kisha moshur 20 vjetë. Duke ardhur pas në kohën tonë, si ishte pastaj momenti kur jo besuan mjetin tuaj luftarak? Në rastin tonë, kështu që mbaron shkollën, e mrohesh në repartet e aviacionit. Unë e mrova në Rinës. Në Rinës atje do të para tërë efektiv një tjetër, prezentohesh që filani, edhe mrohesh komandë ekipazhit të filan avioni. Prezentohesh dhe me ekipazhit, edhe të ive detyrat, i komandant i këti avioni. Çfarë presupozon ekipazhit? Ekipazhit profesor tekniku në avionit, edhe një mekanik. Skuadrilla kishte efektiv tjetër, dhe me që kishën specialistët paramatim, për radio, për pajime speciale, dhe që përfohoshe komplet skuadrilje. Çfarë grade kishit atëherë? Nëntoger. Nëntoger, pastaj pas 2 vjetë e shvoqen të gjitha. Më thoni diçka, ku keni lindur? Unë kam lindur në fshatin Grapsh. Grapsh pje një fshat malor i Dëvollit, rreth malit të Morava ishte një tjetër. Në vitin 23, 24 maj. 20 maj kemë fakt. Në atë zonë ku keni lindur, që është diku larg nga zonat urbane dhe tjera, si ka qenë qasja juaj me ajrin, me avionet? I kishe dëgjuar nga tërë kjo kënaqësi e kështu, apo ishte rastësi fare? Jo, unë fakt të më thënë jam rritur jetim. Ka vdek baba, sa bajnë më të fare baba. Shkollën fillore e bëra në fshat. Pastaj më të vajta si konviktor, do të thënë si në shkollë jetimore në Gramsh, të Gramshit që është Elbasani. Kështu që 7 vjeçarin e bëra atje. Mbas i mbarova 7 vjeçare, me që ne ishim konviktor, do me që s'kishim mundësi ekonomike në tjetër,
erdha në teknikumin ekonomik në Tiranë. Teknikumi ekonomik në Tiranë, domethënë prap konviktor, domethënë si jetimore domethënë tjetër. Fizikisht merreshe me sport ose me diçka? Po si të rini atëherë, domethënë kishte një aktivitet të madh, Po. Me shok të rinj njërën tjetër. Në Tiranë, pasë me qishëm Tiranë, zakonisht qas dëgjoni, se dhe ishte kryeqyteti ashtu. Aq më tërë, atëherë kishin filluar dhe këto fluturimet e avionave që shikomi në ajër, njën tjetër. Edhe një ditë bukur, vinë nga këte rekurtimi i Tiranës, kërkoni njerëz për të shuar studime në Bashkimin Sovjetik. E ne sa ishim ja 2-3 shokë ati njën tjetër, shkojmë. Edhe nga morë neve shkuam komision mjekësor. Ajo ishte kryesorja. Si duhet ato studiona, qa bën njërën tjetër, ku mere vesh ne ishme fëmij, kur i thanë. E nga thanë që mua të je jaftë për fluturim, do vesh për pilot. Nësa një 2 shokë të tjerë i thanë, do shkoni për efektiv teknik. Në fakt, nga Bashkimi Sovjetik përfunduam në shkollën e Kuqovës, në regjiment atje. Edhe pastaj vazhdoj kjo historia tjetër. Çfarë mund nga fëminia? Tërë atë ngarkesë të madhe, se dorit është motra ime ishte 2 vjeç, vllai mi madh ishte 9 vjeç, unë isha as 5 vjeç. E tërë të bardhë, më thënë, e mbajti mamaja. E tërë atë e surin, ose ato kryesore të jetës, nga ajo nëni kam, që më dha edukatën e punës, edukatën e shoqërisë, edukatën e mirësjelljes e një tjetër. Thjesht nga ajo nënat, po kur varë me të kursët e alfabetizmit... Ishte para që shkoj? E para që shkoj, po edhe më tepër dhe shimberte edhe mund se unë isha kasën e 5 e një tjetër, digjatë të shkruajnë, kur e thonë një tjetër, ajde në bisot ashtë të shkruajnë. Në kjo, në ora 10 të darkës, me atë fanari një tjetër... Si e priti këtë kur mori vesh që ti do merreshe me pilotim? Në fakt ajo, kur u bë fakti kryer, atëherë mori vesh. Unë nuk i thash gjë, them të drejtën, ashtu. Të bëjë një njoftim në Tiranë atëherë, nga Tirana në fshat, duhet të shkruaj një letër, pa letra vinte mbas 2 javë, dhe të vinte këto një tjetër, që nuk ishin këto mjete komunikimi tani, që hap celularin dhe flet kërë shumë. Kështu që u bë fakti kryer, ajo, o bo, dëgjon dhe gjithmonë. Jeni më dyshuar në njerë që keni marrë këtë lloj rrugën e pilotimit? Që kur e fillova njërën tjetër, pastaj dhe fillim të them drejtën, thënë që uri kishe njërën tjetër, po do hyrë atë, të shtoshe më tepër pasioni për të punuar, për të fluturuar njërën tjetër. Ju ka ndodhur për shembull që kanë ndruar jetë shokët tuaj, kanë pasur aksidente në ajër ose probleme në ajër? Keni pasur shqetësime dhe dilema për punën tuaj? Unë kam qenë krye aviodrejtues i aviacionit për 18 vjetë. Edhe gjithë ato ngjarje që kanë ndodhur, kam qenë si ekspert në një azim të ngjarjes. Edhe tash që më fole, tash i fillua dhe ca burnica njëra tjetër, kështu se ka patur raste që i kam mbledhur dhe shokët, coprat e shokëve njëra tjetër, se i kam hequr nga kabina, kështu që kam atë ashtu. Jo për të dhënë shembull të tjerëve, se tash detyra më kërkonte që ta ashtu janë tjetër, po radhë parë luftonja me veten time që analizonja pse e qysh tek njëra tjetër, kishte mundësi të shpëtonte njëra tjetër e shoku, edhe pastaj me që ai kishte mundësi të shpëtonte, pavarësisht se marroi për i katastrofë, i vinja detyrë vetes që si të vazhdoja përpara, edhe asnjëherë mos tesha brapa. Megjithatë besoj juve keni pasur detyrën e drejtimit, po te kolegët e ri për shembull ose tek ata që fillonin pilotimin, ka pasur momente që vërtet ishin shqetësuese që për rrugën e zgjedhur? Mos më themi që tash çdo gjë ishte vaj tjetër. Kishte ndonjë që fillonte, domethënë, tip të shenja kështu. Si vepronit atëherë? Vishe në kujdesin e të gjithë shokëve. E në qoftë se për shembull shokët raportonin që ky ashtu, ne gjejmë formë metodë, pa e vrarë atë shpirtërisht, ta largomin. Zoti Biku, me kapacitetet që kishte Shqipëria, ja dilnim dot ta mbronim hapësirën tonë ajrore? Lufta është luftë, edhe kohë paqe është tjetër. Në kohën paqe, për shembull, në kohën që kam qenë unë një tjetër,
nuk ka patur raste dhe që të kaloj një shkelës të hapësirës ajrore pa u ndëshkuar. Po kjo filloi domethënë që kur u vendos avionat nga dishmëri që ishim ne për rojtjen e hapësirës ajrore. Në çdo regjiment ishte gati një çift avionash gati për të ngritur në ajër. Për sa minuta ngrihesh, qofse Maksimumi domethënë që nga komanda, derisa në ngritje domethënë që ishte i gati ai për të kryer detyrë, nuk kalonte 5 minuta. 5 minuta. 5 minuta. Po nga telemetria kur e kapte për shembull e zëm një shkelje, Po. deri tek urdhri dhe ngjitja, sa minuta mund të shkonte? Që nga Kalonte 10 identifikimi, minutë. Kalonte 10. Për arsye se zbulimi lokator dhe neve ishte domethënë mbi 150 km jashtë kufive. Ne paralemëroshim shumë nëse ka ndonjë drejtim të fluturimit të mi territorin tonë. Kishte raste të slemroshit tash. Ja për shembull, mua ka ndodhur një rast vet. Isha në gatishmëri roje, çift bashkë me shok, biles regjimenti atë një natë përpara kishte stërvitje, edhe zakonisht shërbimi ishte nga Agimi deri në Errësirë. Po. Edhe si rregull ne vimin në Agim, kontrollomin avionin, gjithë ato shërbimet të dushin njërën tjetër, hymë në ndërlidhje me vendkomandën, për në dhënë ato situatën ajrore që ishte ky shtek, edhe ne rrimi të gatshëm, veshur me kostumin e migarkesa, vi thoshme një tjetër, prishmi komandë që nda hipte vendkomanda. Kjo ditë the mu në 67 ka qenë, pilot i ri ishte, zvendës komandë i regjimentit, i deri Mahmut Tysa, ka vdekur, nuk vëjte dot në shtëpi, për arsye se kishte shtëpinë në Maminas, edhe s'kishte mjet atëherë për shkuar nga Arina si atje. Edhe po pushonte bashkë me neve. Kur erdhi mëngjesi tha, "Ço tha të pim ai cigaren", tha mua. Edhe u quam, sa dollëm te dera, dëgjojmë një zhurmë. Ai sa i tha do t'ja ndesja cigaren aty. Qartë. Ai dha komandën njëshi. Njëshit për neve ishte domethënë që të fucemi direkt në aviona. Edhe ai i pari vajtipi në avioni. Avioni që ishte jemi në fakt. U vajta dhe avioni i shoqërusit. Po. Erdhi puna dhe me njërë, ai ishte i vjetër në këtë punë, kishte eksperiencë shumë të madhe, kishte marrë pjesë edhe në kapjen e disa avionave të tjerë të huaj, edhe më jep komandën mua lëshoje. Kishte i kështu, se shikomi njëri tjetri 10 metra larg ishte. Atje nuk u lëshua motori me dhe parë. Unë lëshove edhe më jep komandën, ik për pare, ngriu. Po. Akoma si që më ndërhyrë në lidhje me vendkomandën, për arsye se do një minutë gjysmë sa të ngrohen ato. Unë u ngrita, mas me u ngritë dhe ai. Në kohë avioni Jugoslav erdhi mbi Rinas. Edhe e kap, arriva unë e kapa, raportova të që është një avion Jugoslav, se ka ato shenjat të lusë të tjetë. Po ka të varur dhe bomba edhe raketa predhareaktive. Në këtë kohë që pas bomba dhe njërën tjetër, u stepa dhe kontrollova aparaturën teme, i kam hapur unë të gjitha aparaturat, po jo. Shikoj që një tope i kësha lënë pa hapur. Avioni ka 3 topa, e kështu që hapa da topi, dhe që 3 topa do vunë nga dishmëri. Edhe ndikja veprimet e ti. Në kohë erdhi edhe Mahmuti, mas Mahmuti erdhi dhe një shok tjetër, Gizdar Veibi. Edhe i shoqëruam të njën tjetër. Si e kupton ai që është në ndjekje, përveç pjesës vizive? Vetëm pjesë vizive dhe asnjë gjë tjetër. Se radio që ka i dhe radio që kemi neve, që mund të merren vesh, janë frekuenca të ndryshme. Kështu që nuk mund të lidhesh dot. Kështu që mas i erdhë të dy këto të tjerë dhe unë tre, më dhe apo Mahmuti më thotë, ma dilë për para të regoj rrugën. Edhe unë dova në kratë të ti, gjënë tjetër, i bërën me shaj, kështu dhe me që më shikon, vetëm me lëvizje krash, se s'ke që atë bësh tjetër. Është ndërkombëtare. Ndërkombëtare. Dhe? Në fakt, ai ndoj një pjesë me afrë. Mua pastaj kaloj në rreth të majtë. Ne zakonisht në Rinas bëjmë një rreth të djathtë, edhe rreth të majtë e përdorim për avionet e transportit. Ai kaloj në rreth të majtë dhe vajti e shoqëroj Mahmuti me Gizdarin dhe unë ngela mbrapa tyre. Në më shoqërojmë të tre. Ullët në Rinas? Në Rinas. Ullë pastaj të dhënë Mahmuti me Gizdari, unë deja ca ko patrullimi, themi në është, që mos kishë do një situatë tjetër një në tjetër. Mas atyre ulla dhe unë. U vërtetu pastaj që ky ishte një avion Jugoslav me gjithë për edhe një në tjetër. U lejua të ikte pastaj, apo? U morë vesh qysh tek dhe një në tjetër ato organet. Në fakt, në dole dhe me që ky kishte humbë orientimin në ajrë.
edhe nuk e dine pozicioni. Kësha ardhë që nga Beogradi për të bërë stërvitje në Shkup. Edhe ai, si që i kështë orientuar, dhe në rast ashu, mos shkoni më në jug, po ktheuni në drejtim perëndimit. Po perëndimi i Shkupit në Shqipëria. Aq më tepër që ato ishin situata të tjera dhe midis Jugosllavisë dhe Greqisë nuk ishin aq të mira. Edhe ai erdhi në Shqipëri. Erdhi pastaj një ekip që përgatiti avionin, u çarmatos avioni, kuptohet domethënë. Ata hoqën predat, bombat, fyshekët. Çfarë avioni ishte? Tip amerikan, F-84 ishte. Ju e njihit si... E njihemi kështu me literaturë. Ere parë që shikomi shumë fizikisht. Ishte vështirë për ta çmontuar e kështu apo? Erdhë specialistët e tyre, e në bashkëpunim me tonët u çarmatos. Dhe ato është rregull ndërkombëtar, se tash ti vajte rob, të lejuan të ishte po armatimi, edhe pastaj erdhi një pilot tjetër, jo ai, dhe shoqëruan këto gizdari me gjithë Mahmuti deri në kufi, edhe ai ikun Titograt në këto erdhë në Shqipëri. Kjo është një nga historitë, besoj, po besoj, ju keni pasur dhe historitë tjera të tilla me... Po si, Mahmuti me Anastas Gjelën kanë kapur atë avionin amerikan që është në Gjirokastër. Një Costa Dede me Mahmutin kanë qenë në një avion transporti angles. Po të gjithë e kanë shkelur gabimisht apo me qëllim hapësirën tonë ajrore? Ja këti avionit Jugoslav. Ai doli dhe me që kishte humbur orientimin. Po unë nuk e di që qëllimi ka i kur vjen dhe mua pa lemëruar. Se po t'ishte ja ishte njoftuar edhe vinde, dhe vinë avion tuaj gjithmonë në Rinës. Po a janë të palemfikuar, dje që avionit që ati bjeshe, që qëllimi ka. Nësa ti vjen dhe shkel hapësirën ajrore. Besoj këto janë momentet që kanë dalluar flotën tonë ajrore luftarake nga armët e tjera. Sepse ju keni bërë përballje direkte, kurse armët e tjera luftonin në mënyrë eksperimentale. Kem patur dhe raste shumë tjera, për që ishte për atëherë në lufta në Arabe që janë tjetër. Furnizimi rusët për shumë shkelin hapësirën ajrore. Ngrishe shumë avion tonë, ngrishe dhe të paktën i largonin nga hapësira ajrore. Se e bëni për shkurtuar kohën. Si merreshit vesh me rusët në këtë kohë? Ai kur shikon që një avion gjujtë, si një tjetër, e bën me shenti që largohë. Ishte mirë kuptues apo? Po, mirë kuptues për arsye se ai e kupton që ka bërë gabim. E sa tash një tjetër, ai tepër pastaj, ai ka gjithat avion. Zoti Piku, ju e shikonit që vendi jonë po bënte një sakrificë shumë të madhe ekonomike, ndërkohë që për ushtrinë mundohesh që të kontribonte gjithmonë më shumë. Si manifestohesh varfëria e vendit tonë tek ushtria në atë kohë? Kur fillua ta kuptonit që edhe ekonomia jonë nuk ishte më si më përpara? Ne filluam të kuptojmë që nga 78. Ne filluam të shkurtojmë orët e stërvitjes të pilotit. Në fillim fare pilotit kishin nga 20 deri 60 orë stërvitje në vit. Erdhi puna nga vitet 90, kaluam me 8 orë për fluturim. Për të kompensuar tash pas e këto gjëra, intensifikojmë jo stërvitje në tokë, jo trenazhor, po nuk është kollaj dhe të prodhonjë një trenazhor. Se tash çfarë forca ka repartit për të bërë, po mjetet të thjeshta njërin tjetër për të kompensuar këtë njërin tjetër. Gjithmonë më keni përmendur 2 ose 3 pilot të cilët kanë bashkëpunuar dhe me ju. Cilët janë disa nga emrat më të njohur të pilotëve shqiptar që kanë kontribuar për flotën tonë? Niko Hoxha, ne e quajmë babata aviacionit. Ishte nga pilotët e parë që përgatitën në Jugosllavi dhe në Rusi, edhe ish komandanti i regjimentit të parë dhe të Kuçovës dhe Rinasit. Domethënë 2 regjimente që u ngritën në Kem ishte edhe puna dhe vitaliteti i këtij njeriu. Ka qenë Edipori, edhe ai ishte komandën e aviacionit, ky ishte komandën e repartit. Kemi Babaçe Faiku që ishte komandanti i shkollës së aviacionit, që e ngritja të shkollë. Po është fluturimi që të bën pilot, jo ashtu teoria. Pastaj përmenda këto Mahmuti me Gizdarin, Anastas Gjelën, Costa Dede, që kanë qenë të vjetër njëra tjetër. Kemi akoma, gjallë, akoma pilot klasë parë një Çoba Skënderi. Kadereja dikush shkruan tek një nga librat që është një histori që ju besoj e keni ndjekur. Është një mekanik avioni që merr avionin, po këtë rast është rus dhe ke
libri, koncert, ose dimri madh, në mos gaboj, e përshkruan e rusi që donte të vriste vete, mori avionin dhe donte që ta nxirrte të gjitha të pasionin dhe të vdiste me. Është e vërtet si sens, domethënë, e kanë mekanikët këtë dëshirë të madhe që të fluturojnë? Ndjeni inferior që janë në tokë dhe ju fluturoni? Jemi të dy bashkë. Ti ke bërë një punë më të madhe, unë që jam më pak, detyrimisht do të kam një farë zilije. Pastaj varet nga marrëdhënia që kishim në piloti me teknikun. Ne po thuaj ato teknikët, i quajmë vlla mbi vlla. Edhe kishin besim absolut dhe puna e tyre. Ai kishte jetën tuaj në Ajo kishte jetën. Është e vërtet që në ikje edhe rusët dhe kinezët kanë sabotuar për sa i përket pjesëve të këmbimit dhe nuk janë treguar korrekt me pjesë të këmbimit ose armatimin tonë. Duhet kemi ne flasën kjo është të flasësh pa dje, ka shumë. Pjesë e kemi që ose vinë i shkojnë në depo. Tash kinezi ose rusi duhet shprinte në depo të merrte pjesën e këmbimit tikte. Kush e lejon të atërë tikte? Qartë. Ai do merrte atë çka kishte mundësi, çka kishte në dhomë. Por në dhomë ai nuk mbahet pjesa e këmbimit të avionit, Kush mbahet kulmi i arritjes së detyrave luftarake të flotës tonë? Aviacioni jonë filloi duke rritur vazhdimisht. Filloi me një regjiment, mas një regjimenti u bë 2 regjimente, u bë regjimenti helikopterëve, u bë regjimenti i gjadrit, u hap shkolla aviacionit. Dhe këto ishin kulmi që u arrit një tjetër. Se dhe ajo shkollë, gjithë të repartet duan efektiv, ajo shkollë i përgatiti. Se u ndërpredëm të në ajo. Çfarë rëndësie ka për NATO-n sot baza e Kuçovës? Aerodrom operativ. Po deri tani, vetëm që është vënë si gatishmëri si aerodrom, po nuk kemi marrë vesh dhe në një gjë tjetër. Nuk janë disponuar dhe në avion atje njërën tjetër me që të ketë. Duheshin eliminuar migët nga flota jonë? Për mendimin tim tani, gjithë kjo përvojë, me një vendim qeverie të zhdukësh, është gabim. Po dhe të mbash gjithë të flotë, që ishën mbi 200 ca aviona, është një buxhet shumë i madh për shtetin. Po ama e ta edhesh në këtë përvojë me një vendim, ku do gjesh tash njerëz të ashtu, do ta zëm se e more një avion tuaj. Si do filloj të fluturoj? Kur s'ka një përvojë i gjë tjetër. Se dhe ne për shembull e filluam nga zero gjësa të vijnë në maj. Po ama gjatë kësaj kohe ne u alam pasusëve të tjerë, se s'mu të drejtosh fluturimet, po s'je i aftë për vete. Zoti Biku, si ja keni marrë kohën familjes? Pilotët dhe më zakonisht 2 net një javë, në ditë e zakonshme, flinë repart, çdo pilot. Kur them çdo pilot, që nga zëvendës komandanti i regjimentit, deri te piloti i thjeshtë, 2 net në ditë e zakonshme, situatë e zakonshme, flinë repart. Pastaj kishte raste dhe që acaroshë situata ndërkombëtare njërën tjetër, për edhe 3 net repart. Dhe më thënë vetë ju, dhe më gjitha kjerë repart, nuk e në shpi. Kështu që tërë nga kesa e kishte familja. Po këto filmat Amerikan kur i shikoni me këto zhvillimet, me avionët e kështu, ju duken pak falso, apo... Kush nuk e do të renë. Dhe më thënë, të renë edhe njerëzore, edhe teknikere të gjithë e duam. Po tash do t'i shtrish këmbën sa e ke organin. Mua vjen mirë, po. Dhe unë kisha qef të kisha një mik 21, për shembull, të fluturonja. Po, aq ishte në Shqipëria 21. Do me xhelozi ke, po t'i shikosh këto të figurat e pilotimit që i themi njërën tjetër, janë po thuaj të një llojta. Do të s'ka ndonjë ndryshim njërën tjetër. Vese nga aftësitë e avionit, që je do që të humbas lartësi 3000 metra, a ishë mi aftë humbet 2000 metra, do të janë kështu. Po ama figurat e pilotimit janë të një llojta. Pjesa e krenarisë tuaj ka zbritur dhe ke familja, ka qenë familja krenare që kanë pas një pilot në shtëpi? Po ata duhet ta thonë ato jo unë. Si është një dita ju e zakonshme sot? Sot e zakonshme, mbasi ngrihesh mëngjes një tjetër, le takim me këto shokët dhe njerëz një tjetër që bëjmë dhe një orë, pim një kafe, kur i thonë, pa jo kafe s'tjesh për muhabet, në një orë dhe një tjetër. Kthehemi në shtëpi, lidoj një libër, lexojmë një tjetër, po ato sytë na lodhen edhe
Na lodh celulari, na lodh dhe sytë. Do kishit qef që ministria jonë në momentet kur në Shqipëri vinë kryqëzor ose kanë ardhur dhe aeroplan mbajtëse po larg, t'ju çonin thjesht për kujtesë për ta parë. Ja u keni bërë si kërkesë ndonjëherë? Shqyqyr që kur bëjo e bazës Kuqovës naftuan. Kjo varet nga kujdesi që kanë drejtuesët të njërën tjetër. Nga dhe njërë nuk ka qef njëri pensionistët. Themi dërvejtë njërën tjetër. Kjo është edhe kurish për neve. Edhe ne ato që ishim pensionistë nuk i afrojmë ai shumë. Në qoftë se do ishit komandant sot i flotës ajrore shqiptare, çfarë do doni të bënit? Duhet bëjnë që t'jesh komandant sot, s'ka flotë ajrore. Ka vetëm disa helikopter, që tash po mundohen të marrë dhe helikopter luftarak, po nuk mbulohet çatia me helikopter, çatia do avion luftarak. Po këto avion luftarak, emrin e ke, aviacion luftarak, po në fakt aviacion luftarak s'ke. E ta krijosh është shumë e vështirë. Faleminderit. U lutem, faleminderit juve.